Qa keni bo, mos e keni mirë farë. Keni të lanë gjo më bo. Është Shqipëria që deshi Ismail Gjemali, që mendoj Fanoli, Shqipëria që vuajti Fishta dhe tjerë rilindat shqiptar. Është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria europiane. Shoqëria civile dhe partitë opozitare kanë shprehur shqetësim për keq përdorimin e institucioneve shtetërore në funksion të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke akuzuar qeverinë Rama për shkelje të kodit zgjedhor. Në 2 prill, në faqen zyrtare të Kuvendit u publikua për pak minuta një mesazh propagandistik pro Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama i shoqëruar me sloganin "Voton numrin 5" me simbolet të Partisë Socialiste. Megjithse postimi u shi shpejt dhe Kuvendi premtoi mos angazhim në fushat, incidenti ngjalli reagime të ashpra. Opozita e quajti këtë një shembull flagrant të ndërthurjes së shtetit me partinë. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Franc Nuri theksoi se edhe nëse ishte një veprim individual, fakti që u bë tregon mungesën e ndarjes me shtetin dhe partisë. Ndërkohë deputeti Enkeleda Libeaj denoncoi rastin si krim zgjedhor në KQZ, e po ashtu dhe në SPAK, por sipas tij, institucionet nuk reaguan. Organizata qendresa qytetare denoncoi gjithashtu përdorimin e mjeteve shtetërore nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, gjithashtu për fushat. Ai akuzohet për përdorim të makinave dhe ekskordës shtetërore për shpërndarje fletushkash elektorale në Tiranë. Monitorimet e BIRN zbuluan shumicën e aktiviteteve të ministrive në kabinetit Rama në rrjetet sociale gjatë periudhës 17 dhe 23 mars kishin karakter zgjedhor dhe jo institucionale. Rigels Xhemollari nga qendresa qytetare cilësoi situatën si një shndrim të shtetit në një shtet elektoral, pavarësisht ndryshimeve në kodin zgjedhor që synojnë mbi qyrjen e rrep të veprimtarisë shtetërore në prag zgjedhjesh.